Kryetari i Këshillit Drejtues të Radio Televizionit Shqiptar Fatjon Hoxhalli paraqiti në Kuvend raportin e veprimtarisë së RTS-s për vitin 2024, duke evidentuar sfidat, arritjet dhe nevojën për një reformim të thellë të institucionit. Për sa i përket informacionit, RTS ka vijuar të ruajë pavarësinë editoriale dhe paanshmërinë e transmetimit të lajmeve. RTS është përballur me një numër të konsiderueshëm çështjes gjyqësore. 84 procese gjatë 2 viteve të fundit, që kanë prodhuar ose kanë potencialin të prodhojnë një barë financiare prej mbi 200 milion lekësh. Hoxhalli theksoi se periudha e raportimit përfshin një fazë tranzitore, nga e cila janë trashëguar shumë problematika. Raporti i vitit 2024 tregon qartë se zbatimi i rekomandimeve të Kuvendit ka qenë vetëm pjesërisht i realizuar. Sipas kryetarit të Këshillit Drejtues të Radio Televizionit Shqiptar, pavarësisht sfidave, ky institucion ka ndërmarrë hapa konkret për modernizimin e menaxhimit financiar, përmirësimin e transparencës dhe ristrukturimin e veprimtarisë programore. Prej muajit maj 2025 e në vazhdim, RTS është detyruar të operojë me një plan strikt të likuidimit gradual të detyrimeve të akumuluara. Ndërkohë që programacioni i sezonit të ri ka ulur në minimum bashkëpunimet e jashtme, me qëllim mirëmenaxhimin jo vetëm financiar, por edhe shfrytëzimin më të mirë të burimeve njerëzore të brendshme. Në bashkëpunim me Bashkimin Evropian të Transmetuesve Publik, EBU, RTS po zbaton një plan transformimi që synon rishikimin e mënyrës së financimit, përmirësimin e efikasitetit të brendshëm dhe forcimin e pavarësisë editoriale. Sot është koha për një rikonceptim të plot sistemik të mënyrës së funksionimit të RTS-s. Në bashkëpunim të ngushtë me njësinë e specializuar të EBU për transformimin e transmetuesve publik, jemi duke punuar për të hartuar një model të ri strategjik reformimi, i cili merr në konsiderat të gjithë dimensionet e funksionimit të radio televizionit publik shqiptar. Një element thelbësor është konceptimi i një modeli të ri financimit të RTS-s. Reforma do të prek shtrirjen e njësive territoriale dhe strukturën e brendshme të RTS-s. Kryetari i Këshillit Drejtues të Radio Televizionit Shqiptar nënvizoi se reformat e reja synojnë ta kthejnë këtë institucion në një transmetues modern, transparent dhe konkurrues në përputhje me standardet më të mira europiane. Faleminderit zoti Hoxhalli.